ushtrisë dhe policisë serbe nga Kosova dhe të administratës serbe nga vendi ynë. Kam pas shumë momente dramatike në Drenic, në Dogazhin, në Lap, në Lapush dhe në zona tjera ku kam raportuar për televizionin shqiptar bashkë me kolegën Abazeka dhe kolegët e media tjera. Dhe kam vrejtur gatishmërinë e trinjve dhe trejave shqiptare, nga gjitha trojet etnike shqiptare, për të flejuar për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Në ftyrat e tyre vrehi vullneti i madh, vrehi gatishmëria për të vdekur për lirinë e Kosovës. Kjo ishte një luftë shumë e pastër, një luftë shumë e drejtë, një rezistencë shumë e fuqishme nga aspekti i moralit të ushtrisë, por edhe të popullit që mbështeti me gjitha mundësitë që kishte edhe diaspora shqiptare ka dhënë kontribut të rëndësishëm. Kështu që unë e shehja që kjo luftë do ta ketë një epilog të tillë ashtu si e pati me 12 qershor. Pra juve prisnit një situatë vinte, kur i kujtojmë ato momentet të asaj periudhe kohore, krahas luftës edhe sakrificës, atëherë pikpyetja ishte sa mund zgjasin bombardimet. A mundet që Jugoslavia e atëhershme, Serbia e Miloševićit të dorëzohej apo jo? Gjithë kemi menduar se bombardimet nuk do të zgjasin atë 78 ditë sa kanë zgjatur. Mirë po, populli ynë ka qenë i përgatitur, ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë i përgatitur që të zhvillojë edhe betejat përfundimtare kundra ushtrisë dhe policisë serbe. Dhe ka mund me zgjatë edhe më shumë, po që këja ka qenë i përgatitur që mos t'i dorëzoj armët, por të luftoj me vendosmëri edhe më të madhe për shirimin e Kosovës. Kam qenë dëshmitar i arritjes së mira vullnetarëve nga perëndimi, nga Amerika, nga Australia, largët, nga shtetet evropë-perëndimore në Durrës dhe një mobilizim i përgjithshëm që ka qenë në bazë të vendimit të qeverisë së përkohshme të Kosovës dhe të shtabit përgjithshëm të UÇK-s për mobilizimin e përgjithshëm të gjithë meshkujve mbi moshën 18 vjeçare. Ishte një vullnet të jashtëzakonshëm, kur shihe shumë edhe të moshuar që vinin nga Amerika, linin punën, linin familjet, shumë të rinj, edhe treja kishte edhe 14 vjeçare, 15 vjeçare, vajza treja që kishin ardhur nga Amerika, nga Evropa dhe ishin gatshëm për të angazhuar në betejat përfundimtare të UÇK-s për liri. Po. Dhe bëj që kur e morët vesh për herë të parë, nëse i rikthehemi 26 vjet më herët që gjithçka është gati të përfundojë, Serbia është gati të kapitullojë edhe me një marrëveshje, edhe NATO po futet brenda. Për arsye se flitet që ka patur kontakte direkte. Tani, dhe jo vetëm flitet, por është konfirmuar edhe me pjesëtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës që kanë komunikuar me bazën e fuqishme në Bruxelles. Unë kisha kontakte drejt për drejta me drejtuesit e UÇK-s shtabit përgjithshëm në Tiranë, që ishin atë kohë një pjesë e tyre, dhe me qeverinë e përkohshme të Kosovës në Tiranë dhe në fshatin e ri, edhe në Divjak, dhe kisha informatat e dorës parë se vetëm prite momenti kur Serbia do të kapitullonte, do të pranonte kapitullimin. Dhe me 9 qershor, në Kumalo dihet që është nënshkruar kapitullimi midis i Serbisë bashkë me marrëveshjen që ka nënshkruar generali Jackson në emër të forcave të NATO-s. Kjo ishte një datë shumë e rëndësishme sepse Serbia bënte përpjekje që të gjente hapësira, që të mos të largonte të gjitha forcat nga Kosova dhe asaj afati i fundit deri me 20 qershor maksimum që ushtari i fundit dhe polici i fundit të largohet nga Kosova. Në atë kohë isha në Tiranë me detyrë në televizion shqiptar dhe ishte një konferencë për media e ministrit atëhershëm të informatave zotit Bajram Kusumi në qendrën e Djallit në Tiranë. Dhe ishin aty gjitha mediat ndërkombëtare, ishte një konferencë që paraqiste gjendjen reale në Kosovë, dhe masakra që bënte ushtria dhe policia serbe si shenjë hakmarrje ndaj intervenimit të NATO-s dhe luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe shihnim një sinjal, një dritë të bardhë, një dritë në tunelin e gjatë, por ishim optimist se liria do të vijë dhe erdhi ashtu si ndodhi me 9 qershor, është në shkumarrëveshja dhe me 12 qershor, një pjesë e forit me 11 qershor
ka hyrë edhe në Prishtinë.